klima e Shqipërisë. Cilët qytete kanë klimën më të mirë në botë? Cilët janë teritoret në botë që kanë klimë më të mirë? Teritoret me ngjyrë të jeshile të gjelbër kanë klimë më të mirë në botë. Do thotë, pjesa jugore mesatare e Europës ka klimë shumë mirë për të jetuar në botë. Duke pjesë edhe pjesa më natë e Shqipërisë. Tiparet kryesore të klimës së Shqipërisë janë: klima është mesatare dhe mesatare, dhe kjo klimë përcaktohet nga pozita gjeografike e vendit tonë dhe dalje e gjerë në ditë. Nëse pra këta janë dy faktorë kryesorë që ndikojnë që të kemi një klimë të favorshëm. Veçori kryesore të klimës së vendit tonë: larmi në varësi të sipërfaqes. Do thotë, krijohen shumë mikroklima. Perëndimi që rregull i elementeve klimatike, i temperaturës, përreshjeve e të tjera. Si shikojmë nga fotot, cilët janë qenë në pogradeci, dimër i ashpër. Por, në krahun tjetër, shikojmë edhe pse nuk jemi tamam në stilin e dimrit, atëherë kemi përmbytje të mëdha. Pra sasi e lartë e rreshjeve. Pra rreshjet i kemi të shumta, rreshjen i kemi në formën e dëborës, por edhe uji që ngrin në formën e akullit. Faktorët që ndikojnë në klimën ndajnë në tre lloje: kozmik, planetar dhe lokal. Faktor kozmik është rrezikimi diellor, planetar qarkullimi i masave ajrore, kurse lokal ke relievi, detet, bimësia, njeriu. Kalojmë tek rrezikimi diellor, pra rrezet që na vijnë nga dielli që hyn në faktorët kozmik. Ky kënd i rrethës së rrezave të diellit ndryshon përgjatë vitit. Në dimër, pra në dhjetor, kemi 9 orë ditë dhe këndi është me prapërsi 25 gradë. Kurse në verë, pra qershor, 22 qershor, kemi 15 orë ditë, pra për pak kohë do kemi 15 orë ditë, dhe këndi është rreth 75 gradë, pra shumë se sa në dimër. Ky kënd të mundur që Shqipëria ketë temperatura të larta gjatë verës dhe temperatura të ulta por për gjatë dimrit. Shqipëria, ne kemi thënë, koordinatat e saj se sa janë lidhur me gjatësinë gjeografike, 39 gradë 38 minuta në Borispol dhe 42 gradë 39 minuta në Vermosh. Pra, gjendet në gjerësi gjeografike mesatare, pra thuajse e baraznërguar nga ekuatori dhe nga poli i veriut. Pra, as shumë nxehtë, as shumë ftohtë. Kjo është arsye që themi që klima është e përshtatshme. Mirë, qarkullimi i masave ajrore që hyn te faktorët planetar. Masat ajrore i kemi masat ajrore të ftohta dhe të thata, të ftohta dhe të lagështa, të nxehta dhe të thata, të ngrohta dhe të lagështa. Kjo në varësi të masave ajrore që qarkullojnë në vendin tonë. Masat ajrore të cilët sjellin lagështi njihen si ciklone. Më i fuqishëm është cikloni i Islandës, tërësimi atmosferike, pra e ulur, cikloni i Islandës, i cili ka tek të tij ciklonin e Gjenovës në Itali. Pra e Gjenovës në Itali. Dhe rreshjet që vijnë në vendin tonë janë në ndikimin e ciklonit të Islandës dhe ciklonit të Gjenovës. Kurse moti i thatë në verë, jemi në ndikim të anticiklonit të Azoreve. Haj, do thotë tërësia e lartë. Kur jemi në efektin e tërësisë së lartë, nuk kemi fshira, por kemi temperatura shumë të nxehta. Dhe në dimër, përsëri nuk kemi rreshje, por bën shumë ftohtë. Atëherë jemi në ndikimin e anticiklonit të Siberisë, i cili sjell masë ajrore shumë të ftohta nga veriu. Janë ato ditë të cilët ne jemi në ndikimin e ngricave të fuqishme, por rreshje nuk ka.
Pra temperaturat shumë të ulta, por nuk ka reshje, jemi në ndikimin e anticiklonit siberis. Kurse në verë, temperaturat e nxehta, atë që thuhet i nxehti afrikan etj, jemi në ndikimin e anticiklonit të Azorave. Kur në vendin tonë bie shi, atëherë jemi në ndikimin e ciklonit të Islandës dhe atij të Gjenorës, të cilët patjetër janë kryesisht në stinën e thjeshtës dhe të pranverës. Dhe dimrin në verë anticikloni Azorave dhe në dimër anticikloni i Siberisë. Faktorët lokal, relievi ndikon nëpërmjet lartësisë, drejtimit vargjeve malor, sortimit të relevit. Temperatura ulet me rritjen e relevit, sasia e reshjeve rritet me rritjen e relevit. 1500 deri në 2000 metër është maksimalja, pra në të lartësi kemi maksimalja e reshjeve. Me rritjen e relevit dhe ambulancilat shtohen, me rritjen e relevit shpejtësia dhe detimi i erave shtohen. Por në vendin tonë dhe çdo vend botës patjetër kemi edhe mikroklimat. Mikroklimat thotë në një shpat mund kemi klimë më të lagësh, në një shpat klimë të thellë, në një shpat më ngrohtë sepse përballë rezervës të diellit, pra nga jugu, shpati tjetër nga veriu është më freskët. Në një shpat shkrim bora më shpejt, në shpatin tjetër shkrim më ngadalë. Pra kemi pushime të temperaturave dhe të lagështisë. Do shikojmë faktorët e tjerë, detet, mimësia dhe njeriu, si ndikon. Detet, masa verore të ngopura me lagështirë na vinë nga detet dhe përballen me malet e parë dhe shkaktojnë një pjesë të reshjeve. Pra, sa më afër detit, aq më shumë është mundësia për reshje dhe një klimë më të butë. Vimësia zbut temperaturën, arrit lagështinë e ajrit dhe drejton erën, pra ose pekun atë. Dhe njeriu ndikon duke krijuar mikroklimat, ndërtimi i një rezervuari apo një liqeni të madh ndikon në zbutin e lagështisë pranë këtij liqeni. Zonat klimatike të vendit tonë. Klima e vendit tonë është mesatare mesdhetare. A, fushore, pra po kalojmë kursor, por gjatë hapësirës perëndimore, dhe në Elbasan, në Brëndësi, në Tiranë, kemi klimë mesatare fushore, me temperaturën nga 16 gradë deri 18 gradë dhe bie nga 900 deri 1800 mm reshje. Nga ju drejt veriut, sa më shumë i afrohemi bogës në theth, sasia e lagështisë arritet. Nga perëndimi i ulësira perëndimore, sa më shumë i afrohemi fushgropës së Korçës, sasia e reshjeve paksohet dhe temperaturat bëhen më kontinentale, pra më të ashpra. Dhe sa më shumë jemi pranë detit, për shembull detit Hiron në këtë rast, sasia e reshjeve është më e lartë. Mirë, klima mesatare kodrinore, 10 gradë deri 15 gradë temperatura mesatare. Jemi me këtë ngjyrën po kalojmë kursor. Pra është pranë zonës së klimës fushore, në lidhje të zonës klimës fushore. Kalojmë klimën paramalore. 9-11 gradë që temperatura sa vjen dhe ulet. Reshjet e kemi nga 620 fushgropë e Korçës në 2200 në pjesën më veriore të Shqipërisë. Këtë klimë paramalore nuk e kemi të unifikuar, pra sistemi një pellë i madh apo një pellë i madh, por e kemi pellgje të shkëputura. E kemi me ngjyrë të kuqërrendë në parë. Dhe klima malore, nga 2 gradë deri në 12 si temperatura mesatare, 2000 deri në 2500 mm mesatare reshje në vit, e kemi me ngjyrë portokalli. Por është pak më unifikuar se klima mesatare paramalore. Këto klima në vendin tonë janë sipas lartësisë mbi nivelin e detit. Dhe në pjesën lindore të vendit tonë kemi edhe veçoritë të klimës kontinentale, por veçoritë të buta të klimës kontinentale. Elementet klimatik janë trysnia atmosferike, era, temperatura e ajrit, reshje, dellëzimi, të cilët edhe këto ndikojnë dhe ndryshojnë në varësi të lartësisë mbi nivelin e detit dhe afërsisë me detin. Erat kryesore në vendin tonë janë nga veriu kemi veriu, kështu quhet, që sjell temperatura të ulta, por jo reshje.
nga verilindja, ka si qendër në gatish balkanik, është Mulani. Pra, frymë nga verilindja, në dimër dhe në vjesht. Intensiteti forcë më të madhe e ka deri në vargjet e Skënderbeu. Më pas ndihet pak më pak. Për shembull, në qytetin e Tiranës ndihet më pak se sa në Durrës. Pse sepse pengojnë vargjet e Skënderbeu, kurse në Durrës dhe në pjesë të tjera veprimtaria është pak më e madhe për shkak sepse kjo erë ndërhyn dhe vjen nëpërmjet luginave lëmore. Po përsëri në zonat malore është më lartë. Fuhia është erë e cila ndryshon drejtimin të klimatit gjatë ditës hyn nga deti në tokë dhe gjatë natës nga toka në def. Dihet kryesisht në brigjet e dalme. Shirohet ka shpejtësi të lartë, temperatura të larta, si të shumë rreshje dhe intensitet. Janë masa ajrore të thata të cilat ngopen me lagështirë në ditmes dhe shkakojnë pasi prekin janë kontakt me malet në zonën jugore të vendit tonë dhe jo vetëm. Juga sjell temperatura të larta. Këto ishin erat lidhur me temperaturat me lynkat ekstreme. Në Vermosh kemi 6 gradë Celsius. Në Konispoli 18 gradë Celsius, do thotë të herë më shumë Konispoli në temperaturë shumë të ngrohtë se sa Vermosh. Në Shekjeras kemi minimumin e regjistruar me minus 26 gradë Celsius, kurse në Moçovë kemi maksimumin me rreth 44 gradë Celsius. Rreshjet në Pol në Theth kemi 300 mm, kurse në fushgorën e Korçës 600, 620 dhe 650 mm rreshje në vit. Lidhur me diellësimin, rrethimi diellor, në zonën midis Fierit dhe Florës, pranë Britetit, gjejmë 2841 orë me diell. Sot ka shumë ndryshim gjatë një vit. Pastaj sa shkojmë në pjesë të tjera të vendit, më pak patjetër, në këtë zonë janë të përshtatshme për ndërtimin e fermave diellore. Ndikimi i relievit në kushtet natyrore. Kushtet natyrore ndikon me të klimës. Pra, klima ndikon në kushtet natyrore me të relevit, hidrografisë, të therave dhe plimësisë. Kurse në popullim e klimat më të butë, ku ka klimat të butë, ka shumë urtësi. Në ekonomi ndikon klima lidhur me ekonominë mysore, hidroenergjinë, transportin, turizmin, shërbimin. Pra, në klimë më të butë ke mundësi për të bërë produkte më shumë mysore të tjera. Por ndikon në hidroenergjinë, ku kemi sasi më të lartë të shirave, ja vjen të ndërtohen hidrocentrale, ja vjen të ndërtohen liqene apo diga me qëllim që të kërkohet uji për hidroenergji. Cilat janë anët negative të klimës në Shqipëri? Vera është e gjatë dhe e thatë. Përqendrimi i rreshjeve është në gjysmën e ftohtë të vitit. Karakteri intensiv i rreshjeve, pra ka shumë rreshje në një kohë të shkurtër, dhe vlerat ekstreme të temperaturës së lartë dhe temperaturës së ulët.